çfarë mund të thuash në restorant që mund ta thuash dhe në seks? Mos e derdhe? Ata ka fshoj pak? A pytet në këtë rast? Konsenti është shumë i rëndësishëm të 26. Tu të marrësh konsent gjithmonë, a mund të tak? Më qëlloj një qime. E njoh vetëm nga aroma. Në këtë rast kur qëllon qime, falni, a ja kthen kuzhinjerit? Bën një varet, a je tip që shpifet apo je aq i uritur sa thua se qime. Varet çfarë restoranti je? O me Michelin si e përderisa ka qime. Ua, po pse? Po shi për disëm ja fal. Një herë me qime. Restorant pati. Pastaj të flas qime atra, nuk shkon më aty, ndron restorant. E keni vë boz. Vërtet shijon Megli. Vërtet shijon më shumë me gishta. Ku ka gjellë që hahet? Ku ka ushqim që hahet me gishta? Indian. Po të ngjyer Blerta. Po si, po ç'a ushqim? E ngjyn. Ç'a ushqime mund të jetë me gishta? Indian pra me atë piten e ngjyn mirë aty, e Ç'a bën? Lë. Ngadal. Dua ta shijoj. Nuk vedja shumë cringe. Me ngadal, dua ta shijoj avash. Pjatën se kam gjithë ditën pa ngrënë edhe ti tani. Po pra sa do thoja, kujt ja thua Mos të këtë? bi rënd. Kujt ja thua këtë në Aty restorant? personin përpara. U knaqa shumë, sa të detyrohem? A pranoni me listë? A të shnoj emrin thua ti? Mos ha kaq shpejt se dukesh si pa ngrënë. Po ke uri? Shi, palare ka sjell këtë. Megli. S'është Megli janë gocat e pa manualit me këto. E përzgjodhi. Dhe shumë byta. Kujdes se e derdhe, më bëre pis. Jam plot, s'mundem më. Po, shpërë, co të them, jam plot, s'mundem më. Buke do hahet. Ka ardhur në tavolinë, do hahet. Do pak vaj kjo. Me që jam plot. Si thot kur jo, Gjesi? Bukas. Ajo 24 orë haj. Porcioni dukej më i madh në foto. Këtu ka drejt. Kjo vlen për gjitha rastet. Sa shgënjysesh kur porosit ushqim, për shembull, dhe e shef të foto dhe të vjen edhe Është dhe më i bukur në foto. gjithmonë. Ushqimi. Se Gjithmonë. e vërtet ka dhe shkruar. filtra. Qinka Edhe në pak madhësi, edhe në madhësi. Po pra si porcion. Po si porcion. Patjetër. ça gjumi do bëj pas kësaj të ngrënur. E them këtë shpesh. Pas një të ngrënë të mirë në restorant, ka gjithmonë një gjumë i thellë. Është vërtet. Edhe të shijon, edhe si gjumë. Të shkryhen kockat. Të zë buka, i thonë. Bravo, Megli. Më shkoj në shpirt. Dhe ka dhënë një emoji që qanë. Oh, ai shumë pas ka qarë. Ai shumë i ka shku në I ka shpirt. shku shpirt. Në këtë kopa ngrënë e ka ndjerë. Këto ishin të përzgjedhurat. Pas ka më kishte më shumë kreativitet se sa tek threads i parë që kemi bërë çfarë thuhet në Sekse në varrim. sekse në varrim. Po, po. ky që ka më gjër. Po se ndoshta janë intimiduar pak nga varrimi. Kështu që Me kë shkoni zakonisht në restorant? se në varrim. Jo, Okej. jo, në Në restorant. restorant. Dhe nuk po flas për restorant. Megli e tha. Unë po dha me spis. Në restorant me kë na ngjit muhabeti që ta vazhdojmë në një ambient tjetër. Ushimin. Ushimin pra. Do shkoje në restorant për shembull me ishin apo më mirë me shokun e ngushtë? Ishin. Asa mendon. Asnjë milisekond, nuk e Edhe mendon. dikush që bukrashin në këtë pikë, mendoj që as nuk ka një ish konkret në mendje, thjesht është koncepti që do shkoj me ishin, a kupton? Po, ai ka synimet e qarta. Unë Ne diku. do shkoja prit tash.
Se në restorant me shokun e ngushtë. Po pse më çka ke do haje? Po edhe ti the, dhe Edhe nuk po mirë, flas për restorantin. Se unë isha të shku me shtëpis për pak. Që t'jemi qartë, Berta, ishe të mëqu me durët e tuja me shtëpis. Më fal.